Në emisionin Studio Sport të mbrëmjes së të mërkurës në RTS Shkodra, vëmendja u përqendrua tek kombëtarja shqiptare pas fitores historike ndaj Serbisë, tek ndeshja e vllaznisë së femrave në Kupat e Europës, si dhe tek Kupa e Ikonave Fethi Dizdari në atletik. Përmes lidhjes direkte, gazetari sportiv Ervin Baku përcjelli emocionet e ndeshjes Serbi-Shqipëri, duke cilësuar fitoren si një moment krenarie dhe frymëzimi për gjithë tifozët shqiptar. Ishin 48 orë fantastike, historike, domethënë ishim dëshmitar të një fitore historike në Serbi, jo vetëm që u fitua me lojë, u fitua me gol të Rejmanajt, po edhe Shqiponja që fluturoi lart mbi qiellin serb. Në panelin e Studio Sport morën pjesë analisti i sportit Astrid Dervishi dhe trajnerët Haris Lika e Rudi Piranici, të cilët analizuan performancat sportive dhe rëndësinë e ngjarjeve të fundit për sportin shkodran e atë kombëtar. E kam përjetuar fitoren, po kështu ajo fitoria e mramshme në një ndeshje miqësore. I vuni vulen një ekipi që po formatohet tashmë, që ka edhe shumë rezerva. Në fakt bëhet shefi që Silvinjo hini edhe herë në shinat e suksesit, sepse të drejtën siç po thuhet ti është vërtet pa luhati u diskutu largimi i tij. Sa kena bërë test bën si ka pas shpim për ball. Bëhet edhe në mënyrë intensive. Atë vit që pas e bën provën, Elci kam pas me hinë edukim fizik. Edhe ka qenë viti që unë për fakultet, ai për me shkuar pa provën e kena punuar në mënyrë intensive. Emisioni dedikoi hapësirë të veçantë sukseseve dhe sfidave të sportit shqiptar, duke vlerësuar kontributin e figurave që ndihmojnë në rritjen e cilësisë dhe promovimin e sportit në Shkodër dhe në rang kombëtar.